Rikthehemi sërish së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt. Do të flasim për një nga projektet investimet strategjike në Zvërnec, i cili ka ngjallur një debat të fortë publik, një përplasje mes qytetarëve, aktivistëve, opozitës, qeverisë, shumë palë të përfshira. Dhe në fakt, nga njëra anë kemi pasur edhe një reagim të fortë nga kryeministri Edi Rama, i cili ka mbrojtur projektin, ka akuzuar kundërshtarët, zërat kritik, duke thënë që është një investim strategjik që do t'i shërbej Shqipërisë. Por ndërsa debati për Zvërnecin vijon, nga ana tjetër dhe opozita shqiptare mbajti një kuvend kombëtar për një ripërtëritje të Partisë Demokratike në prag të zgjedhjeve vendore të vitit 2027. Do të diskutojmë të gjitha këto, kam kënaqësinë që të mirëpres në një bashkëbisedim gazetarin, kolegun Julian Hoxha. Përshëndetje, mirë se erdhët. E nisim pak me protestën e Zvërnecit. Është paralajmëruar një tjetër protestë ditën e sotme në orën 18. Kanë reaguar qytetarët lidhur me një projekt në dukje strategjik, ashtu e ka konsideruar kryeministri Rama, madje pati dhe një deklarat për mediat në më shumë se një orë, ku deklaroi se laguna nuk preket, pra të gjitha pretendimet që janë ngritur nga qytetarët, dhe se investimi do të sjellë zhvillim ekonomik. Por për ta nisur fillim, pse erdhi ky reagim i Ramës dhe pse u mor personalisht me këtë çështje? Pra, e ndjeu peshën e protestës zoti Rama që reagoi në këtë mënyrë? Dhe nuk u mor vetëm me teknikalitetet të projektit, u mor dhe me zërat kritik, përmendi dhe emrat përveçshëm. Patjetër. Përmendi aktivist, qytetar, gazetar, zotin Lubonja, ishte një nga do ta kemi pas pak në studio, protestuesit, por ajo që unë dua të them si fillim është që kryeministri Rama ka një ndjesi të veçantë kur vjen puna tek Vlora, dhe sigurisht që në këtë rast Vlora u bë të paktën një vit që po i kthen atij një resto të cilën Edi Rama nuk e ka pritur ndoshta. Sepse në Vlorë, gjatë 4 mandateve të qeverisjes së tij, Edi Rama është munduar të bëj shumë propagandë, qoftë me lungomaren, qoftë me projekte turistike, dhe në të vërtet ka pasur shumë pak punë. Gjë të cilën më në fund qytetarët e Vlorës e kanë kuptuar, dhe tashmë puna, po themi, tek investimet publike ka kaluar në një tjetër nivel, ka kaluar në nivelin e grabitjes së pronave apo marrjes së pronave. Pa dashur të ngre akuza apo për të krijuar një lloj situate iluzive si kur mbroj njërin apo palën tjetër, dua të them që çështja e investimeve në Shqipëri është mbartë shumë drejtëhije që në momentin që kjo qeveri ka vendosur që të jap me koncesion prona të qytetarëve, prona publike, pasuri nga më të shumtat për qëllime okulte, siç kanë qenë ato të lobingjeve personale të kryeministrit Rama. Dhe këtu mund t'ju përmend që nga Tigrat e Vlorës, që nga projekti i Alabarit, që është para shumë i singjashëm edhe me këtë rast, të cilin tani shohim që pallatet po fundosen, apo shumë projekte të tjera, të cilat Edi Rama i ka përdorur sepse ja ka dhënë dikujt, pas të cilit fshihen disa interesa. Në rastet e, po themi, projekteve ndërkombëtare, kemi kuptuar që janë kryesisht interesa lobingu. Pra që do të thotë kryeministri u jep atyre njerëzve që ai do që t'i ketë në mbështetje. Në rastin konkret tashmë është një situatë e komplikuar nga pikpamja ligjore. Pra, çështja e pronësisë, thot kryeministri dhe kompania që ka përfituar projektin apo që do të zhvillojë projektin, është pronë private dhe do të zhvillohet. Po, tha nuk e keni me shtetin, e keni me privatin. Sot ka një aksion të befasishëm, do ta quaja unë nga prokuroria e posaçme, që vjen çuditërisht. Pra, ka 3 zhvillime të rëndësishme. Sot është operacioni SPAK, është deklarata e kryeministrit dhe më pas deklarata e drejtorit të policisë. Dhe po i nis me SPAK. SPAK, paktën jo zyrtarisht, është njoftuar që ka nisur kontrolle, po mbledh dokumentacionin për të parë pikërisht atë që është thënë brajakilit e gjithë situatës, pra pronësia e tokës, sepse banorët atje pretendojnë që është toka e tyre. Ka pasur tjetërsim pronash, pra kjo është zanafilla e të gjithë problemit atje. Nga ana tjetër kemi kompaninë që ka vendosur të zhvillojë projektin, që thotë që ne pronën e kemi blerë tek pronarët privat, e kemi me dokumentacion e tjerë. Dhe kryeministri në këtë rast deri tani na ka treguar që është pronë private, por nuk na ka treguar se si është marrë kjo pronë private, si është bërë dokumentacioni. Pra, kryeministri në një farë mënyrë, si në shumë raste, ka zgjedhur që të jetë, po themi, palë direkte me njërin palë. Por konflikti i pronësisë është konflikti kryesor, dhe banorët janë ngritur atje pikërisht për pronën e tyre. Nga ana tjetër, ajo që është më e rëndësishme është dhuna policore.
dhuna policore, jo policore e policisë shtetit, por e policisë private, po themi, përtej skandaleve të cilat në një farë mënyrë kanë rritur presionin që kryeministri të dalë dhe të reagojë. A ishte reagimi vonuar, Julian, reagimi i policisë, duke qenë se mund të kishte bërë dhe një ndërhyrje në flagrancë, sepse në syte e forcave të rendit u tërhoq zvarr një protestues i cili dukshëm nga pamjet nuk hyri me forcë. Vetë policia e shtetit nuk e ka tagrin që të bëjë të tilla shoqërime. Jo më një polici private të marrë qytetarin, ta marrë zvarr dhe në sy të gjithë botës, në sy të kamerave, të qytetarëve, të cilët kanë telefona shoqërisë private dhe persona të tjerë të pa identifikuar. Dhe unë shihja se si punonjës të policisë së shtetit rinin dhe bënin pikërisht sehir në atë moment, ku dy persona të cilët tregonin muskujt aty. Dhe këtu duat të bëj një replikë, jo replikë, po duat që të them që edhe policia e shtetit, edhe shfaqësimi apo ndjesa që bëri drejtori i policisë së shtetit sot është e papranueshme për qytetarët. Është e papranueshme sepse unë nuk e besoj dot drejtorin e policisë së shtetit që ata punonjës policie atje kanë pasur mbështetjen dhe autoritetin e policisë shtetit, pra punonjësit e policisë Vlorës, që të vepronin apo të menaxhonin situatën. Sepse jam i bindur në konsciencën time që ata punonjës policie atje e kanë ditur shumë mirë se kush ka ardhur, se kush janë personat që fshihen pas projektit dhe se cilët janë kompanitë private dhe personat që ishin ardhur në atë lloj mënyre, sepse që në momentin e parë ata ishin persona të pa identifikuar. Pra kishin një veshje uniforme të gjithë, por ishin të pa identifikuar siç kishte kompania tjetër, për shembull Myrto Security, që kishte punonjësit e vet dhe i kishte të identifikuar, pra kishin uniformat, përkatëse të policisë private, numra identifikimi, logon e kompanisë, ndërsa personat dukeshin si persona të cilët i shohim vetëm në raste ku rrëmbehen qytetar në skena filmash apo persona bandit të cilët nuk kanë asnjë lidhje qoftë me policinë e shtetit, qoftë me punonjës policisë private. Ndaj nuk e besoj dot drejtuesin e policisë shtetit kur na thotë që punonjësit e policisë shtetit në Vlorë, pra të drejtorisë vendore, kanë pasur mbështetjen dhe duhet të vepronin. Pra ata e kanë ditur që nuk mund të vepronin përballë disa njerëzve që kishin ardhur aty me mision të qartë. Pra jemi në situatën ku ka një sinkronizim tashmë, kryeministri reagoi, madje ajo që më bën përshtypje është që deklaratat e drejtorit policisë shtetit ishin të ngjashme me ato të kryeministrit, pra mbrojtën të njëjtën linjë, ishin sikur ishin shkruar nga e njëjta dorë për të thënë që shiko se këtu ne kemi ndërhyrë, kërkojmë ndjesë, sepse edhe kryeministri të njëjtën gjë bëri pak a shumë, duke kërkuar ndjesë, u mundua të mbushte ndjen shqiptarëve, duke u thënë se do të jetë një projekt 4 miliardë dollarësh, eurosh, ku do të punësohen 10.000 punonjës, mbi të gjitha dhe këtu duat të bëj një deklarat, po them sepse kryeministri na tha sot që ky projekt do të nxjisë zhvillimin e bujqësisë në Shqipëri. Do të nxjisë sepse prodhuesit vendas do të shesin produktet e tyre bio pikërisht për këtë projekt. Ndërsa është po kryeministër që sot bujqësinë, sektorin që e mori me 22% të prodhimit brendshëm bruto në vitin 2013, sot e ka çuar me 15% të prodhimit brendshëm bruto. Pra, deklaratat kontradiktore të kryeministrit nuk lidhen dhe nuk sqarojnë situatën që po ndodh. Julian, nuk ka asnjë anë tjetër të medaljes që mund t'i shërbej ky investim strategjik Shqipërisë, një investim kaq i madh. Zoti Rama përmendi dhe rastin e portit në Malin e Zi, pra që le të themi në një farë mënyrë të gjitha propozimet për investime të mëdha të këtij lloji strategjike në Shqipëri demonizohen dhe më pas shkojnë tek fqinjët. Përmendi dhe interesa që mund të jenë edhe më të mëdha gjeopolitike. Më lini të bëj një paralelizëm. E njëjta gjë ka ndodhur me portin e Durrësit dhe Jom Kode përmenda. Kemi dy situata sot në Durrës. E para, ndërtimi i portit të ri ka dështuar. Supozoj që në vitin 2025 do duhet ishte gati faza e parë, pra të ankoroheshin anijet e para në portin në Porto Romano, ndërkohë që ende sot ne nuk kemi tenderin, procedurën gati për të zhvilluar, sepse ka dështuar 3 herë, dhe nga ana tjetër kemi një skandal tashmë të faktuar nga vetë qeveria, pra institucionet në varësi të kësaj qeverie, që pallatet që po ndërton Alabar janë duke u shtytur.
Prandaj demonizojnë këtu projekte strategjike kryeministrit, sepse kemi parë pra është një mosbesim i qytetarëve për të gjithë sistemin e për mënyrën se si funksionojnë institucionet për mungesën e transparencës. Shiko, unë personalisht jam nga ata gazetarë që bazuar edhe në fakte, por edhe si qytetari i këtij vendi dua që patjetër zhvillohen dhe të ketë sa më shumë investime të mëdha në Shqipëri. Le të jenë dhe në fushën e turizmit. Sigurisht do doja në të gjitha sektorët. Do doja që në Shqipëri të kishte për shembull prodhim automobilash apo pajisjesh e tjerë, pjesë këmbimi për makina siç prodhohen në vendet fshinje, në Maqedoninë e Veriut. Po s'ka problem, me që kemi turizmin sektor kryesor, le të zhvillohet turizmi. Por edhe kur zhvillohet turizmi, tu shohim që të gjitha projektet janë dhënë për interesa okulte. Kemi rastin e Bregdetit të Rivierës, duke filluar nga Palasa deri në Ksamil. Çfarë po ndodh sot? Nga Palasa deri në Ksamil. Kemi një vendim apo kemi procesin hetimor të SPAK që na thotë që toka ku do të ndërtonte bashkëshorti i një deputete e ish ministre të kryeministrit Edi Rama është e tjetërsuar. Kemi një kryetar bashkie në Himar që po bën burgun pikërisht për tokën e Olta Xhashkës. Dhe ajo tokë sot është sekuestruar nga SPAK. Kemi shumë projekte në jug, banorëve të cilëve u janë marrë pronat. Prandaj demonizojnë pikërisht këto investime. Kemi rastin e Rjollit në të njëjtën situatë. Po, se do të pyes, meqense edhe banorët e Rjollit janë përgjigjur dhe janë bashkuar protestës, pra ka kaluar tani nga një kauzë mjedisore dhe lokalizuar në një protestë që ka marrë për masa edhe më të mëdha. Mund të arrijë që kjo protestë të ketë një kosto politike për qeverinë? Po patjetër, unë shpresoj shumë që kjo të ndodhë. Dhe çfarë pa nga reagimi i Ramës për ty si gazetar që gazetar dhe sigurisht që kundërshtoj vendimet e kësaj qeverie. Unë jam një qytetar që e shoh me dhimbje të madhe atë që po ndodh sot në Shqipëri. Dhe shikoni, nuk është problemi vetëm për Zvërnecin. Unë dua që çdo projekt në interes strategjik të vendit dhe të qytetarëve shqiptar të zhvillohet në këtë vend. Por mua, unë personalisht po shoh që në Shqipëri nuk po mbetet më tokë e lirë. Po jepen ose për ndërtim resortesh, po jepen ose për ndërtim paqesh fotovoltaike, po jepen ose për ndërtim kullash në zemër të kryeqytetit, duke e bërë jetesën e qytetarëve shqiptar të pamundur, po flasim për pjesën dërmuese të popullsisë jeton kryesisht në Tiranë. Kanë arritur çmimet e qirave apo të shitjes së pronave më lart se sa vendet apo kryeqytetet ku janë kryeqendra të ekonomisë europiane si Milano, Parisi, Londra po të doni e tjerë. Pra Tirana, një qytet që nuk ka sot parqe publike, që nuk ka sot korridore ajri, që ka sot ndotjen më të madhe të ajrit në gjitha vendet e rajonit, është kthyer në vendin më të shtrenjtë dhe me koston më të lartë të jetesës në të gjithë Europën. Nga ana tjetër Juli, po. Prandaj që ta përfundoj. Prandaj unë do doja që kjo protestë e nisur nga qytetarët të ketë pasoja për të qeveri, për ta bërë qeverinë që të ulet në këmbë në tokë dhe të kuptoj se nuk mund ta trajtoj Shqipërinë si plaçk personale dhe nuk mundet që pronat e qytetarëve, e kujdo qoftë ajo, të merret nga veriu në jug, sepse do shohim nesër paketën e maleve, e cila është ende në faza përgatitore. Bashkia tani ka nisur të shpallin zonat prioritare, po do të shohim nesër, do shkojnë përsëri në Theth, do të shkojnë në Valbon, do të shkojnë në zonat të tjera në Lur. Pra dukshëm është një problem që mund të marrë edhe për masë dhe më të mëdha. Patjetër, dhe kjo duhet të ndodhë që qeveria të arrijë në momentin dhe të kuptojë që prit se kemi kaluar çdo limit dhe çdo vit kuqe me abuzimin që po i bëjmë detyrës që na kanë ngarkuar qytetarët. Nga ana tjetër opozita pse nuk po arrin që të përfitojë politikisht nga kjo kauzë? Sepse dhe qytetarët duket sikur dukshëm kanë edhe kritikat e tyre ndaj opozitës, jo vetëm ndaj qeverisë. Pra është një lëvizje që ata e kanë ndërmarrë të pavarur. Edhe sot i pyetur zoti Berisha bëri një reagim, por nuk ka pasur një reagim, një qëndrim nga ana e opozitës apo Partisë Demokratike lidhur me tani çështja e opozitës. Opozita në këndvështrimin tim unë nuk kam pse e fshe dhe këtë mund ta them që nuk ka pse të përfshihet opozita në një protest kur qytetarët organizohen dhe aktivizohen vetë. Pra, që do të thotë që qytetarët e kuptojnë përgjegjësinë që kanë si qytetarë, si votues të këtij vendi, si taksapagues të këtij vendi dhe kërkojnë llogari qeverisë së tyre. Në të gjithë botën, protestat zakonisht nuk i organizon opozita. Opozita është instrument që nesër mund të vijë me vizionin e vetë përballë qytetarëve, të ofrojë një strategji dhe të thotë qytetarëve unë do të sjell këtë ligj i cili nuk do të lejojë tjetërsimin e pronës,
por ashtu siç e tha zoti Berisha që ka qenë një ligj dhe për këtë unë duhet bëj kërkime sepse ishte një ligj shumë interesant, që qeveria merr përsipër që në momentin që është lidhur një marrëveshje dhe rezulton më pas që aty janë cënuar interesat e qytetarëve, është shteti përgjegjës që e ka lejuar pikërisht të problem. Dhe këtë duhet bëj opozita. Dhe nuk duhet merret opozita tani të ngrihet në protestë. Patjetër opozita një mbështetje mund të japë për kauzën, sepse një siç e krijoi për protestën tjetër që pritet të mbahet në orën 18 pro familjes, nga koalicioni pro familjes. Patjetër, shikoni, janë dy çështje me shumë rëndësi dhe me peshë të dyja, patjetër. Koalicioni pro familjes dhe unë dhe gjithë ne prek shumicën dërmuese të qytetarëve në vetë parë. Pra prek familje shqiptare cilat sot jo vetëm do të paguajnë me paratë e tyre ndryshimin apo po themi ndrrimin e gjinisë disa të një grupi të vogël njerëzish, por është një agjendë që në këndvështrimin tim nuk është në interesin publik në këtë moment. Po kujt i shërben kjo agjendë? Kjo agjendë i shërben pikërisht grupeve të caktuara, lobingjeve të caktuara, të cilat investojnë me shumë para dhe sot parat që janë investuar pikërisht që nga ligji për familjen, për gjinin dhe deri më sot po japin rezultatet e tyre dhe sot kemi arritur pikërisht që Ministria nxjerr një udhëzim dhe i kërkon apo e detyron qendrën shtetësore më të madhe në vend që të ofrojë shërbime të tilla për ndryshimin e gjinisë për persona trans gjinor. Nga ana tjetër, ne kemi probleme shumë të rëndësishme që këto para që jepen pikërisht për këtë kauzë mund të shkojnë për onkologjikun, mund të shkojnë për spitalet e rreth, mund të shkojnë për mjekët dhe infermierët që janë sot nga më të keq paguarit në vendet e rajonit. Dhe për shkak të këtyre keq pagesave ne sot në zonat periferike, jo vetëm të Tiranës, por edhe të qyteteve të tjera të mëdha të vendit, ne nuk kemi as mjek, as infermier, as qendra shëndetësore dhe as mbulim, po themi parsor elementare. Prandaj opozita patjetër, nuk jam po them njëri që nuk e them që opozita duhet ta mbështesë çdo kauzë që është qytetare dhe në interes publik, edhe kur bëhet fjalë për grabitjen e pronës, edhe kur bëhet fjalë për probleme tjera, por në rastin e kësaj edhe unë jam nga ata njerëz shumë i ndjeshëm, sepse jam prind i 2 fëmijëve dhe kërkoj që fëmijët e mi mos të ndikohen nga agjendat të caktuara, por sigurisht në këtë rast opozita, me që qytetarët janë organizuar, le ta vijojnë, sepse kemi parë edhe në rastet të kaluara që në momentin që opozita ka ndërhyrë, kanë qenë po organizator apo njerëz apo media të cilat e kanë masakruar opozitën dhe kanë thënë po, u futën për ta politizuar, e prishën protestën, etj. Kështu ju kujtohet në vitin 2018-19 protestat e studentëve. Pra ka qenë e njëjta situatë. Kështu që qytetarët shqyr që reaguan dhe unë do dua që të vazhdojnë për. Dhe përfitojmë edhe për pak minutat ju pyes edhe për kuvendin e Partisë Demokratike, se ndërsa qeveria po menaxhon debatet e momentit, opozita zhvilloi kuvendin kombëtar ku prezantoi ndër të tjera ndryshime statutore, strukturat e reja dhe objektivet për zgjedhjet vendore të vitit 2027. Si e pat këtë kuvend? Organizim apo konsolidim të pushtetit brenda Partisë Demokratike? Cilat ishin pikat më të rëndësishme që mund të evidentoni në një vështrim të përgjithshëm, se duhet të zgjatemi shumë? Ideja është që jemi mësuar që ta shohim opozitën si problem kryesor në këtë vend dhe në këtë rast pastaj harrojmë pikërisht që problemi kryesor është ajo që qeverisë, pra qeveria, majoranca. Dhe opozita bën një organizim të brendshëm. Që është organizim që në vetvete, në këndvështrimin tim, u intereson gjithmonë antarëve të partisë. Pra, antarët e Partisë Demokratike janë më të interesuarit se çdo kush tjetër nga ne për organizimin, funksionimin e partisë së tyre. Është njësoj si në një familje, në një klub futbolli, etj. Edhe qytetarëve ju intereson si do organizohet për të bërë një alternativë përballë majorancës. Lajmi mirë për mua është që sot kuvendi ka prodhuar një numër të madh antarëve të Këshillit Kombëtar, një numër të madh të rinj edhe grash. Ky është një lajm i mirë sepse ajo që vuajmë deri më sot dhe që shpeshherë akuzohet dhe opozita është mungesa e të rinjve në politikë, mungesa e hapjes. Dhe fakti që sot të rinjt i janë bashkuar një partisë më të madhe opozitare në vend, ky është një lajm pozitiv, sepse çdo kush pastaj e ka rrugën
përpara të ecë vetë dhe të ndërtoj alternativën e tij, të shpalos vizionin e tij apo edhe të promovohet për të bërë një lider i së ardhmës. Dhe ky është lajmi më i mirë i momentit nga Këshilli Kombëtar apo nga i gjithë kuvendi i Partisë Demokratike. Pra ishte një rinovim real, nuk ishim një riciklim figurash. Nuk mund të them rinovim real, por fakti që orientohet Partia Demokratike drejt të rinjve, pra po u jepet mundësi të rinjve që të antarësohen në forumet e saj, ky është elementi pozitiv. Për t'i dhënë përgjigje pyetjes tuaj, a është konsolidim i pushtetit të zotit Berisha brenda Partisë Demokratike? Shikoni, zoti Berisha është mirë apo keq, qoftë për ata që e duan, qoftë për ata që e duan, është njeriu që e ka mbajtur atë Parti të Bashkuar. Dhe unë nuk besoj se zoti Berisha ka pas nevojë për konsolidim pushteti, sepse zoti Berisha ka treguar që nga viti 2021 deri në sot që e ka pas antarësinë dhe mbështetësit e tij ka pas vetes. Me një parti pa logo, pa vul, pa po themi regjistrim zyrtar, zoti Berisha arriti të marrë 500.000 vota në zgjedhjet e vitit 2023, e po ashtu në vitin 2025 një parti e sulmuar nga gjitha anët, me aleat gjithashtu sulmuar nga gjitha anët, sepse kujtojnë kemi zotin Mediun në SPAK, kemi zotin Meta në Qeli, kemi drejtues të tjerë apo deputet të opozitës që janë sulmuar e tjerë, kemi antarësi e cila në 4 mandate të qeverisë Edi Ramës ka vuajtur presione dhe tërësni nga më të ndryshmet. Mos harrojmë që për shkak të kësaj situate shumë qytetarë edhe simpatizantë të opozitës janë larguar dhe unë në këtë pikë mendoj që nuk është çështje e konsolidimit të pushtetit. Zoti Berisha kurdo në çdo moment me një thirrje demokratët do ta mbështesin sepse ka 35 vite që ju udhëheq. Çështja është që vizioni... Po, kur flitet për rinovim, mund të ketë rinovim edhe në leadership, jo vetëm leadershipi patjetër, dhe kjo është e rëndësishme në këndvështrimin tim që sot Partia Demokratike pas përfundimit të këtij procesi duhet na tregojë pikërisht vizionin qeverisës. Apo përpiqet ta bëjë këtë me vendosjen e një gruaje si nën kryetare, përmendi dhe vetë zoti Berisha, dhe nëse ke ndonjë informacion se cili nga emrat qarkullon nuk e di, ka shumë emra, por shpresoj që kushdo që të shkojë në atë pozicion, ky është një lajm shumë i mirë, sepse i shërben jo vetëm Partisë Demokratike, por në përgjithësi politikës në vend i mungon kjo lloj hapje, kjo lloj frymëmarrje, qoftë në drejtim të përfaqësimit të grave dhe vajzave në politik dhe qoftë në nivelin e përfaqësimit të rinjve. Dhe urojmë që të ketë peshë dhe rol të vërtet në vendimarrje, se kemi parë edhe gra që kanë përfaqësuar, por ndonjëherë kanë pasur role periferike që nuk kanë bërë ndonjë diferencë. Çështja është që sot, pra nuk është më i rëndësishëm organizimi i brendshëm i partisë që për mua ka përfunduar të shtunën, por sot është pikërisht që kjo parti, e cila shihet nga një pjesë e madhe e qytetarëve shqiptarë, ata që janë, po themi, kundër qeverisë, si forca kryesore e opozitës, të shpalos një program sa më shpejt për qeverisjen e vendit, sepse vendi ndodhet në kushte emergjense. Korrupsioni ka arritur në nivele alarmante. Shqiptarët po ikin çdo ditë. Kemi një qeveri e cila nuk qeveris më. Pra, e keni dëgjuar ndonjëherë kryeministrin të flasë për problemet reale të vendit, flasë për korrupsionin, flasë për luftën ndaj drogës. Ka 4 mandate, keni dëgjuar kryeministrin të flasë dhe të thotë që unë do t'ju shpall luftë bandave, atë që e kërkon çdo ditë ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri. Kur nuk e kam dëgjuar Edi Rama që të thotë unë do luftoj narkotrafikun, kartelet e drogës, bandat. Nuk e kam dëgjuar. Nuk e kam dëgjuar kryeministrin që të thotë unë do nxjerr një strategji për rikthimin e të rinjve në Shqipëri. Unë do të mbështes me paketa sociale familjet e reja, unë do të mbështes, po themi, çiftet që të blenë, të kenë mundësi të blenë një apartament, qoftë edhe tek ato apartamente që po ndërtohen nga trafikant apo njerëz lidhur me pushtetin nëpërmjet pastrimit parave, sepse tashmë s'kemi çfarë bëjmë tjetër, jemi detyruar të pranojmë realitetin, por jo të pranojmë realitetin për të ricikluar paratë e korrupsionit. Është folur shpeshherë që ka dhe një strategji komunikime kryeministri Edi Rama, duke qenë se zhvendos vëmendjen nga problematikat e aktualitetit, duke u marrë me çështje të tjera që nuk janë në qendër të debatit, qoftë ditor apo javor. Kjo është strategjia e tij kryesore. Sepse kryeministri Rama ndjenin time ecën me sondazhe dhe ka çështje të cilat ai i sheh që ka një lloj sensiteti publik, edhe rasti i Zvërnecit përbën një lloj sensiteti publik dhe jo më shumë nga tërheqja zvarre e atij qytetarit.
por kryeministri e kupton që rasti i Zvërnecit mund të kthehet në një minc mesahat për të, sepse pas Zvërnecit unë ju thash që do ta kenë radhën shumë zona të tjera në Shqipëri, të mbrojtura apo të pambrojtura nga ligji i trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Me deklaratën e tij sot vure re, arritet të dallosh ndonjë frikë se mund të kthehen në çështje më të madhe për protestat? Pikërisht pra, këtë dua të theksoj që kryeministri e di shumë mirë dhe ecën me sondazhe, e kupton që ka një lloj reaksioni në shoqëri dhe që nuk vjen prej Zvërnecit, po vjen prej gjithë situatës krijuar, situatës sociale, ekonomike dhe politike të vendit, po sidomos kushteve ekonomike. Dhe një krize të besueshmërisë tek institucionet. Patjetër, sepse fatkeqësisht ne kemi dy panorama të ndryshme, kemi qeverinë dhe prokurorinë e posaçme, po doni që thonë ne po bëjmë punë të mirë, kemi luftuar korrupsionin, është rritur prezenca e institucioneve ligjzbatuese në luftën kundër krimit të organizuar etj. Por nga ana tjetër kemi një shoqëri dhe të dhënat, indikatorët kryesorë të saj që tregojnë një pikjat dhe këtë nuk e themi ne. E thonë raportet ndërkombëtare. Ne si gazetarë bëjmë vetëm punën tonë dhe na rezulton që të gjitha hetimet që bëjmë, na rezulton që na dalin njerëz të lidhur me pushtetin, na dalin afera korruptive, skema 5D, 5B, të cilat tregojnë që çdo gjë këtu ka degraduar dhe pushteti është kthyer në një, po themi, në një mekanizëm për plaçkitjen e çdo cepi të vendit. Prandaj, për ta rikthyer përsëri vëmendjen, sot është detyrë e qytetarëve shqiptar së pari, patjetër e opozitës që t'i udhëheq me strategji, me program, tjetë i besueshëm dhe në nivelin që kërkon momenti historik për Shqipërinë për ta kthyer këtë vend në shinat e duhura ligjore dhe në pas për integrimin në Bashkimin Evropian. Julian, ju falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim. Mirë, shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthejmë sërish në vëmendje protestën për sa i përket investimit në Zvërnec, do të ndaj një bisedë me një nga organizatorët e protestës, gjithashtu dhe analistin Fatos Lubonja, i cili ditën e sotme është përmendur dhe nga kryeministri Rama në reagimin e tij të gjatë në konferencë për mediat.